nuk bën me konë këtu, e mës me të përcjell këta bashkë ty me një kongë. Nuk di cilën kongë jam me kënu bashkë, mu hitë së më shko zoni. Ka njëherë kur t'ila janë që aty provoj, po jo, nuk më shko në zoni. Unë kanë thonë edhe fëmija që po bëj zhurë më shumë se sa pju knaqi veshin. Kështu që aty si mprapa viju në bëj pak ta knojnë. Apo? Që është të pak madhe. Tu ma në kuqën e këshëm kënu. Në realitet, krej dy jonës kam i të regu që ka të thash kur erë dhe pas taj në vesh. Thash ju kam të gjua atje në regji dhe kam të gju muzikë shumë klasë. Kjo muzika ju një pjesë kogja është ritmike, do mi thash, masa asaj muzike klasi, do të këndoj diçka live. Qëre, na e dojmë. Nuk e dija e këni po, është ajo Barceleta, kur shqiptari munohet më majtë klasë me një event shumë serios, edhe rastisht telefoni i bën, edhe në telefon e ka zilën me një kongë shumë të mirë popullore, edhe janë i zgrahi me këthy ka pak, edhe shta e shgënjen vetën, se që ja ka po sherin muzikën telefonit. Një kolegi i imi dhe i doktorave, doktor Nezat Rustemi, është në Zvicër, nivel shumë i lartë, tash kam rrinë jetë e gjitha, po të më rrinë jetë po shkojmë edhe në pension, po në regu. Do njëherë më thoshte, Naim, shumë po bëni zhurë më dasëm. Po këta një talava, a i thësha, dhe gjotë duhet atmosferë, kur shkon diskoteka, di që këshuat muzika shumë. Muzika të teknë po. Pas taj në një dasëm që lumë bashkë, edhe për një moment, filloj jalla më i mihane, u qua, i filloj më shkun, i tha, qa kjeti ta shta? Kjo është talava? Trupe vetë pe ly. Trupe e ly, përbes trupe e ly. Një godë ven, a me ebë doktor Valbon që të ven, tja për doktor Naimi, nej, sa mirë me ta doktor Naim. Në realitet, du me ju të regu diçka, kërë më thojnë, e qysh me thonë, i thama, Naim. Naim. Po jo, me thonë doktor Valojnë vjen ma mirë. Vjen mirë, që doktor Naim një verë për ty, gëzuar, për shëndet edhe për të gjithë. Doktor Saranda, gëzuar.